Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Vazhdojmë me serinë e ligjëratave pasi kena përfunduar 10 të përgëzuarit me xhenet me sahabët e tjerë të njohim shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam që mendoj se është e rëndësishme për faktin se ata janë pishtarë ndrequës të cilët bashkë me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam kaluan çdo sfidë dhe ishin ndihmëtar të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilët Zoti i zgjedhi për të qenë gjenerata më e mirë fytyrë tokës, ku pejgamberi për ta ka thënë alayhi salatu wassalam, gjenerata më e mirë është gjenerata ime. Pra më e mira në botë, kushdo prej pejgamberëve që ka pas shok, qoftë Isa alayhi salam hawarijunt, apo Musa alayhi salam e kushdo qoftë tjetër, më të mirët e ummeteve janë sahabët. E kështu që të mësosh për biografinë e tyre dhe të përfitosh nga ta, është shtim i dijes, është motivim për hajër, edhe nëse na nuk i njohim të partë e këtij ummeti njerëz të hajrit, atë nuk e di kanë kemi me njoft. Në përzgjedhje jo të qëllimshme, me një motiv të caktuar, pra nuk e kemi përzgjedhjen e sahabëve tash e mas, me ndonjë motiv të caktuar me unis prej emrit ose prej mbiemrit ku e diçka, por ashtu si të na vije radha, sa të kemi përzgjedh Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'udi është sahabi i nderuar prej sahabëve që kanë pranuar Islamin herët. Bile në një transmetim thuhet që ka qenë i 6 që ka pranuar Islamin. Por, të dashur vëllezër, tek 10 të përgëzuamit me xhenet, kemi kuptuar se ka prej tyre që kanë thënë i 3, 4, 6, 8 e kështu me radhë. Kjo formë, pra ky lloj numërimi i 6 e tjerë, ndodh që dikush se ka ditë që edhe filani ka pranuar Islamin, i ka numëruar 5, se ka numëruar edhe 2 tjerë. Një tjetër, si ka 2-3 tjerë, ka numëruar 2 tjerë. Por gjithsesi, që mos me mendu që është kontradiktore këta numrat e parë, 10, 15, 20, 30 partë, themi Ibn Mesudi është prej të parëve që ka pranuar Islamin. Ky, pra Abdullah ibn Mesudi, kur thuhet Abdullahi, është për qëllim Ibn Mesudit të sahabët. Apo ndodh që thuhet Ibn Mesudi. Dihet për Abdullah ibn Mesudin. Është Mekkas, Mekeli, por fisi i tij, familja e tij nuk është me origjinë mekkase, si duket është i pari i tij, gjyshi ose ku e di kush, ka qenë rob. Sepse në arabisht kur thuhet maula janë për qëllim 2 kategori të njerëzve që kuptohen, domethënë nuk ka qenë Kureshi. Maula ose ka qenë i pari tyne rob i ndonjonit prej Mekkelive, edhe thuhet domethënë maula, për shembull Bani Makhzum. Maula ish i robruari i Banu Makhzumit, ose domethënë për shkak se ka qenë rob dhe është liru. Edhe përmendet se i liruari i filan fisit, i filan personit, ose ka ardhur nga jashtë, nga ndonjë qytet tjetër, nga ndonjë largësi e madhe, dhe kur ka ardhur në Mekë, nuk ka pas kabile, nuk ka pas kush e mbron, kush përkujdeset, kush e merr në kujdes, sepse në atë kohë nuk ka pas shtet. Kabilja o kone që e ka mbrojt, prandaj njerëzit janë tut me sulmu filanin se kanë thonë e ka kabilen e fort, fisin e fort. Çka kanë bërë disa njerëz të fuqishëm të kabiles për me tregu autoritet dhe me imponu autoritet, e kanë pranu si vëllat vetin kabile çat filanin. Ai ka ardhur prej larg, ka mujt 1000 kilometër, e kanë pasur këtu, kjo ka ndodhur edhe në vendin tonë, ku na kemi domethënë fshatra kur disa njerëz kanë ardhur prej fshatrave tjerë ose trevave krejt tjera dhe kanë pranuar kabilet vet. Edhe ai o trajtu, edhe këtyne i thot maula. Domethënë i hym kabile i pranuar, por dihet origjina. Ibn Mesudi o kon prej kësaj kategorisë që
Ka ardhur Mekë të parët e tij, por si duket kanë qenë të robëruar, pastaj të liruar. Edhe prandaj mas shumë ti kanë pas vujtje prej sahabëve, ata sahabë të cilët nuk kanë pas kabile të fortë. Bilali, Suhejbi, Ammari, Ibn Mesudi, e tjerë prej aty në sahabëve që mund t'i dini. Ka ndodhur që edhe për shembull Abu Bekrin s'u kanë prejkë bashkë. Ka ndodhur që ka eskalu situata dhe me Abu Bekrin ndonjëherë, por Omerin ose pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë bashkë lehtë me ta. Ibn Mesudi, Allahu e din mas miri, duhet këtë lindur dikun dhe më thonë 30 vite para hijretit. Që i bjen dikun, po thonë parafërsisht, nuk më ka ra me lexu, por ka vdek në vitin 32, dhe më 32 vjetë mas hijretit, në moshën diku 60 vjeçare. Parafërsisht. Prandaj prej 15 dhe 17 vjetë i bjen më konë kur e ka pranu islamin, apo kur ka ardhur shpallja. Gjithsesi ka qenë djalosh. Edhe njohja parë, apo ajo ka njoft pejgamberin alayhi salatu wasalam se ka jetuar në Mekë dhe ka qenë për njonin prej mushrikëve më të mëdhaj, Çoban Ibn Mesudi, çoban i tij. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam njerë ka qenë tu kalu me Ebu Bekrin rrugës edhe kanë met pa ushqim. Edhe ka zatek Abdullah ibn Mesudin me delet e veta, delet e zotnizve që ka paguaj. Edhe onali ka thonë, o djalosh, a kina i dele që ka qumësht. Ka thonë Ibn Mesudi, po kam sa dush. A na jep thot prej qumësht të tyre, i thot Ibn Mesudi, jo, sepse i kam në amanet të zotnis. I kam në amanet të zotnis. Edhe pse dhe nuk u kanë besimtar, vanë se ka pra as ky hala, po ka pas amanet. Edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë nëse nuk guxon prej zotnis, a na jepni dele e cila akoma nuk është bars. Barsa nuk ka qumësht. As s'është me barë, as nuk ka lind dvoglin e vetë, kingjën e vetë, dhe s'ka tamël. I thot me jep një, dhe më thonë që s'ka qumësht. Thot që, ja afron. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot afron delen edhe enën atë tasin atë që me thonë, edhe thot bismillah lëshona qumësht. Në emën të Allahit, bismillah. Me njerë fillon me dalë qumështi. Merë pi Ebu Bekris deri sa të ngopët. Merë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pin deri sa të ngopët. Pastaj i thot, këtheho tash normalitetin të në këthejët delja. E merë Ibn Mesudi, dënë me mjel, s'ka qumësht. I thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, o Muhammed, a mi mësën që ato fjalë, që i thaje pak ma herët, e që qiti delja qumësht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja thot edhe iman me në fjallët. Edhe ja vendosë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dorën këtu, edhe i thot, o djalosh, çfarë motivi? I ka thonë, ti je person që man men shumë, pritët për teje, man men shumë. I ka motivu. E dini se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se cilët i ka thonë një motiv që i është përshtat atij personi. E për fatkeq, na si popull, edhe si, ndoshta si musliman, po edhe si popull, na kur i kemi njerëzit gjeni, fmit, çka bëjmë? I lëmë me pjesën tjetër të shoqënisë edhe ata shuhen në shoqëni. Nuk e çojmë shkollë pi klasës parë në tretën, të katrën. Çka bën ai? Ty pa kreç shokët çashtu. Edhe ky bëhet dikur. Thotë për çfarë më mësuan? Si mëson? Nuk motivohet. Sa thotë unë ashtu kështu i di detyrat e klasës parë dhe ta nditën rend të lujt. Edhe ku tash mas 3-4 vjetë ka ra niveli i tij, nuk ka ecë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka motivu. Kjo domon e dini Zeid ibn Thabitin kur i ka pa që shumë
i aftë, e ka shti me mësu gjuhën e hebrejve, e ka mësu për 1 javë. Këtë me shkrim me lexim me çdo sen, për këtë është bën zyrtar e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ibn Mesudin e ka pa që ka motiv edhe ka kthyer me talentet me i motivu se cillin talentin e vet. Edhe Ibn Mesudi pastaj ka pranuar Islamin. Në çato ditë ka pranuar Islamin. Kjo ndodhi e ka bën që ai me pranu Islamin. Ka qenë fizikisht na themi hallig i dobët edhe i shkurt sa transmetimet përmendin se Ibn Mesudi ka pas kam të holla. Edhe po ashtu përmend transmetimet se sahabët kur kanë nejt me një tubim ul, po tham unë në shkama, unë po tham që shtu, dhe më dhanë jo në tokë, kam kryq që themi ne, po në shkama, kur ka një Ibn Mesudi, o dok njët me ta si më kone dhe aj ullë, ajo konë kom, kur ka ardhë, o konë kom, që është do më thonë e ka pas gjatësin e njerëzve tjerë. Ky burr në Mekë ka qenë i pari i cili ka lexuar Kur'an haptas para mushrikëve. Jemi të folë për një lloj vetvrasje. Kanë thonë sahabët, i kanë pa mushrikët rreth Qabës, kanë thonë me shku dikush kur këta s'kanë një Kur'an, helbete mos pe pranojnë ose Ibn Mesudi kanë thonë unë shkoj, kanë thonë jo rre aman. Do dikush tjetër se ti je një kabiles ku ata mund me të sulmu etj. Ka thonë unë gajle se kam fare. Ka thonë nesër, se ka qenë vona ditë, nesër në paradite, ku Mekasit kanë dalë dhe në të bu të qabja, me nejtë. Edhe ka shku, ka fillu me ju lezu, Bismillahirrahmanirrahim, me zotë naltë. Nuk ka shku në vesh, Bismillahirrahmanirrahim njërët. Jo, me zotë naltë, kretë që në konë rrëth qabës e kanë një. Që aty treku, që aty njerëzë, që tu porë një tub, një 10-15 vetë, që tu një 20, që aty po bojnë do trekti, që tu do për në reqen devet e veta, po bojnë gati për punë, ku e diqka, dikush është ty prej arës. Kretë po e njën. Edhe po e lezën surën, Ar-Rahman, Allama al-Quran, Khalaqa al-Insan, Subhanallah. Pse Ibn Mesudi është interesant. Dy sene në interesant, që mu mi kanë lidhë. E para, kër i ka thonë pejgamberit sallallahu ti mëson shpejt. Që ky sahabi është ai që nga goja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar më shumë se 70 sure, më shumë se 73 sure direkt nga goja pejgamberit alaihi salatu wasallam, pa pas nevojë me përsërit 2 herë. Një e dyta, pse e ka lexuar bash surën Ar-Rahman, Allama al-Quran, gjithë më shesh me të ka mësuar Kur'anin. Ibn Mesudi është njëri prej 4 dietarëve më të mëdhej të Kur'anit nga sahabët, për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se dani me një Kur'anin, me lexu Kur'anin çysh o zbrit, çysh do thon taze çysh o zbrit, shkoni lexane nga ne Ibn Mesudin. Do të thon çysh o zbrit taze. Ibn Mesudi kur ta lexon Kur'anin, sikur se kur ta marrësh ti një gjell, një ushqim më të mirën, edhe ja qesësh mysafirit taze, heq pa, me thonë mos ftov pak, mos kamet pa pjek pak, mos ka pak shumë kryp, jo. Ma i miri ushqim i përgatitun, që i shkon mysafirit të astutësh, që ashtu Ibn Mesudi kur po lexon Kur'anin në formën më të mirë në gjitha anët, edhe në tajvid, edhe në za, edhe në zgjatje, edhe në shkurtime, edhe në pritje të jetëve, edhe në përsëritje, krejt aspektet. Qysh ka zbrit nëse dani me ngu, Ibn Mesudin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A kur e ka thonë pejgamberi, kur e ka thonë këtë fjalë, shumë vonë, Ibn Mesudi, kur qoni i ri, atë në Mekë në fillim, pe lexon surën i gjithëmshëshmi ta mëson Kur'anin. Sikur pa inspiron Zoti, ty komë ta mësu Kur'anin i gjithëmshëshmi. Ma vonë ka me thonë pejgamberi për ty ti je një prej më të mirëve të Kur'anit. Për cilin Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, o Ibn Mesud, më lexo Kur'an. Ja Resulullah, ty me të lexo Kur'an ty të ka zbrit, ti e mësuesi jon, po kam çfarë thot me ani pe dikujt tjetër. Fillon e lexon
në surën Nisa. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Qysh do të jetë ajo ditë kur secillit ummet kena më afru dëshmitar të vet apo dëshmitarin e vet, pejgamberin. E ty kemi me cilë dëshmitar o Muhammed sallallahu alaihi wasallam për ummetin tonë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam e prekin krah. Se Ibn Mesudi kishte ul kryt edhe po lexon Kur'an. I tha hasbuk, mjaft. Kur e çova thot kryt kur pesho pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i shkon tuka. Alayhi salatu wassalam. Pra, kur ja nisim me lexu Kur'an me kasit, çka bre të thon ky? Çka me këto fjalë? Çka kjo poezi? S'u më marrin vesh në fillim. Derisa dikush po e thot, o tha këta, tha sigurt të në vargjet ato vjershat që po i përbendsat, as po thoni kanë zbrit. Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veç ato janë. Edhe erdhen i hyn grushta e shkelma sa të mujt. Ai i shtrim e i dëmtum edhe nuk e nalë kjo Kur'anin derisa u nalën edhe shkret e shokët e vet. I than bra Ibn Mesud. E kemi ditë që ka me ndodhë që kja, për që ato tuqmi mos shka. Tha vallahi, që kjo lezim që e bane unë atje, o shumë maj mirë për mu, edhe maj dobeshëm se sa që e dami që ata ma shkaktun. Tha, unë apet tha shka e lezaj, ndësët në fnesër, o aman ata i thoshen, jo, bal, mjaft ma. I pari cili e ka ngrit zonin me Kur'an qabe para mushrikve është Abdullah ibn Mesudi. Të dashur vëllezër, Allahu xhaleshanu gjithë secillit i ka dhënë diçka që s'e ka dhënë tjetrit. Veç njeri duhet me lyp për çka është kriju. Për çka është kriju, është fjala me shërby dinit Allahit. Doktorin, Allah azza xhale ka bën që atje më kanë shëmbulltyr në spital. Me e pas se si është një doktor i devotshëm, i sjellshëm, besimtar i mirë, i cili nuk korruptohet, i cili nuk pa problem, hynë edhe mrena nëse dënë fale. I cili jep mësim atyne të tjerëve se shiko si duhet më konë. Ai tjetri shofer autobusi, ky tjetri taksist, ai tjetri në punë caktuar të vëllon të shtetit ose privat etj. Na gjithë secili mundemi me konë shembull i mirë në drejtimin tonë. Ibn Mesudi ka qenë këtë drejtim. Pastaj vazhdon me pejgamberin alayhi salatu wassalam edhe i bën të 3 hijretet. 2 hijretet në Habesha edhe ato në Medinë. Pra krejt hijretet. Jo vetëm kaq. Abdullah ibn Mesudi me pejgamberin alayhi salatu wassalam ka marrë pjesë të gjitha betejat. Në kohën e Abu Bekrit në gjitha betejat. Në kohën e Omerit të gjitha betejat derisa ka vdekë në kohën e Uthmanit. Subhanallah. S'ka me thonë nuk po muj. Aq ka qenë i afërt me pejgamberin alayhi salatu wassalam, është konsideru personi i cili ja ban shtagën, gjybën Resulullah sallallahu alaihi wasallam kudo që shkon. Edhe enën për me marrë avdes. Edhe Enesi, po Enesi më i vogël se kjo kon mosh, Ibn Maliko, Enes ibn Maliko. Ky ka qenë i dalluar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, o Ibn Mesud, Abdullah, për ty në shtëpinë tonë kemi hek perdët. Që jep me kuptu, ti hin në shtëpinë teme, që shtojmë na patrokit, normal. S'ka hin patrokit, se ka rregulla. Po do më thonë, nuk ka orare, nuk ka ti e si i shtëpis. Vjen të hyn del sa, Ebu Musa Ashariu, kur ka arë për Jemenit, edhe të tjerët, kur kanë arë grupe, për shembull që janë jashtë Medinës e kanë pranuar Islamin, kur kanë arë Medinë, kur e kanë pa Abdullah ibn Mesudin, qysh po hin shtëpit pejgamberit, qysh po del, ka po shkon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po shkon edhe ky. Krejt kanë menuar që është i familjes pejgamberit, që më thonë, një djali vëlla, djali axhës, diçka. E do më thonë, një shumë i afërt, jo vetëm thjesht një nxënës i tij.
çdo punë që Ibn Mesudin anë që kënej, kanë menu se është i familjes Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu ka qenë për personave që ulemat e kanë qujtë prej nxënësave më të veçantë të veçantë. Ka njëri nxënësa shumë 200-300. Po e ka një ders të veçantë me një 20. Ama një ose dy i ka që ka qkojë në udhëtim i merr ata. Ka një ders me shku me një qytet tjetër, ata me ta. Ka me shku me majt një tribun në Tiranë atje, në Mekë numre, ata me vete, ose ata me vete. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas nxënësin më të veçantë për nxënësave të veçantë. Nëse ka pas 7-8 të veçantë, Ibn Mesudin më të veçantin e çatyne. Po ashtu, emnat e munafikëve dhe fshehtësit e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku ka të bëjmë me munafikët, i ka ditë Hudhaifja. Por ato çështjet personale të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ma shumë se Ibn Mesudi si ka ditë kërkush. Hudhaifja çka ka të bëjmë me jashtë shtëpisë. Ky pe di pejgamberit që është po shtrinjet, që është po flan në cillin krah, ku e ka bashtratin, që ka pas sot me njënin për bashkëshorët e vetveta, mohabet, e tjerë, ato gjërat të veçanta që mund është mi ditë për një njeri. I ka ditë, po e qymë kështu sekretet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sa që ka dikush që njeni shok të vetën, qash mirja dikë sekretet. Edhe kur të vjen dikush i thot shokët, qështu, për shembull, po ku e taku bre me ta, vallai më taku dje, ku e kemi jongur një darkë për shembull me peshk. Edhe shokët tha qështu. Ti kur e nje shokin tanë e nje ekstra, i thua ti ja, ti jetu ra, se si kon me shokin tanë dje. Qështë be, ju më kon, ja. Pse po më thu për ranë, po shok jam nuk kanë peshk, për shembull. Ti e din që ai s'kan peshk. Ose kena pi vallai, kena hungur amërsinja. Unë e di shok jam që s'kan amërsinja, se për shembull është i smupi sheqerit, shembull. Ti a din kret ato dhe ti je në gjendje me garantu për ta. Shoku të tha këtë fjalë, nuk e thot këtë fjalë se shok jam e urren këtë fjalë, x fjalën. Kështu Ibn Mesudi ka ditë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjërat e veçanta. Edhe nesi nuk e përjashtojmë për kësaj pjese, kur ti vjen rane. Ibn Mesudi ka qenë edhe prej mësuesave që i ka mësuar nxënësat, për arsye se ka qenë i ditur shumë në Kur'an, edhe Omeri ka thonë Ibn Mesudi është një një pjatë ose një tenxhere, po e quaj kështu, e stërmbushne me dije. Domethënë kur ta mush, e ke mush, edhe shkon e shtyp, apo e mush, shkon apo e shtyp. Ibn Mesudi ka qenë i tillë i mbushur me dije. Sa thot i komsun nga goja pejgamberit alayhi salatu wasalam mbi 73 sura apo 70 eca sure. Kjo eca ka 73 deri në 79. Fjala eca në gjuhën arabe përmi 3 po 900 se ka lartë, 73, 74, 75. Thot nuk di a që interesun për Kur'an. Nuk ka më falë sure e mos me dit ku ka zbrit. Nuk ka ajet mos me dit pse ka zbrit sebepin. Pra ku ka zbrit? E ka zbrit me kanë Medina, anë rrugë, anë nar, anë livadh, a ko, cëllën dit. Po edhe ajetet pse ka zbrit që ajetet. Kret ajetet. Çdo fjalës për ja di kuptimin. Dhe po thot, nëse do të dija dikun në botë se ekziston dikush që di një ajet, kuptim një ajetit që unë nuk e di, do të hypja devës me shku ku të ekzistojë në dunja. Ku shkot, ku mund me mri njeri, me deve, ku mund me mri 1000-2000 kilometrë, sa të largë, unë e kisha me hyp me shku, nëse do të dija që ekziston dikush në botë që di një ajet, kuptimin e ti që unë e se di. Aqë do më thonë që ka ditë shumë, por edhe o koni gatë që me mësu diçka të rejë.
Në betejën e Bedrit, falni, Abdurrahman ibn Aufi ka qenë i drejtuar tek armiqt përballë, edhe bashkë me muhaxhirët kanë dalë edhe ansart. Edhe kanë qenë dy prej ansarëve, vëllezër, djemë të rinj që nuk e kanë njoft Ebu Gjahlin. Njoni Muadh, tjetri Muawidh, emrat i kanë pas. Njoni ndjatë të Ibn Aufit, tjetrin të majtë. Edhe po i thot ky ndjatë, po i thot o bac, o gjësh, o agj. A na tregon cilla është Ebu Gjahli? Pe këqyr, se Abdurrahman Ibn Aufi po këqyr këne ka ndjatë majtë se beteja me ditë kush ka mi mbrojt kratë, edhe ky kujna mi mbrojt kratë. Kër i ka pa dy djemë të ri, o që ditë, shumë vendosën. Po i thot, çka po të vynë Ebu Gjahli? Thot, vallahi, sot ai ka punë me mu, kam i qeru hesapet me ta, sepse ma ka fy pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I thot, a përshet qaj që po ecë para ushtrisë djathtas majtës edhe është qaravesh, është përhap, është po të regon një mendje madhësit pa imagjinume, edhe i madh me trup ka qenë, thot qaj, thot në rregull. Ky tjetri kënena sa po e përfundoi ky fjalën tha, bac, cilla është tha Abu Gjahli? Njëjta të fjalë. Tha vallahi tha, ka me pas punë me mu sot se ma ka shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa po niset beteja, gjuhën të dytë, edhe të dytë janë ngulin shpatat Ebu Gjahlit. Sa pastaj njëri thot, unë e kom myt, tjetri unë e kom myt. Aty bjen Ebu Gjahli në tokë, por jo me një herë. Vjen edhe i treti, harrova emrin se i kishte një prej sahabëve, edhe ky Muadh, ky i treti, por jo ky i parë, se i pari Muadh, i dyti Muawidh, vllazën ta kanë qenë. Edhe një i treti Muadh ibn Filan, harrova mane, pastaj Ebu Gjahli bjen tokë, edhe s'munët më muqu. Por gjallë, edhe begu të munume. Ikin mushrikt, e lanë Ebu Gjahlin. Sahabët shkojnë me këqyr djathtë majtë kusha anena, kusha knena, kur e sheh Abdullah ibn Mesud Ebu Gjahlin tokë. Shkon edhe, ja vendos kamën gjyks. Edhe thot largohu djalash. I thot Ibn Mesudi, apo man men? Thot po. Thuhet, nuk e kanë përmend dietarët a është e saktë apo jo, se kur ka pranuar Islamin Ibn Mesudi, djali i ri, i pafuqishëm familjarisht, Ebu Gjahli, nga fuqia dhe mendimadhësia dhe zullumi, ka shkuar ka kap për veshje, edhe ka ngrit hava, edhe ka plas për toke, edhe veshje i ka met në dorë. Kanë thonë ulemat, nuk e dinë sa është saktë si transmetim, është përmend. Edhe nxjerr shpatën pa vetë një edhe dy, edhe e rahatën. Kap kokën e tij, edhe çon te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Na kemi një rregull në Islam, kema të dinu të dan, çështja bën dikujt kthehet. Si e mira, si e keqja. Herët apo vonë, ama ka një Zot. Ka një Zot. Që sa ma shumë që bëhet zullumqar, Zoti Azza wa Jall bëhet ma dënimin më të madh jo çon atij. Nëse dikush i bën zullum dikujt duke ja dëmtuar veshjen, Allah Azza wa Jall ja kthen duke ja dëmtuar kokën krejt. Prandaj kujdes nga zullumi. Se njëri bëhet zullumqar atëherë kur ka mundësi. Edhe se pengon kërkosh, që aty shihet sa është i drejtë, sa është zullumqar. Gjithsesi. Ibn Mesudi, pashtu në të gjitha beteja thasht pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka marrë pjesë. Ka qenë prej atyre që kur ka hyrë në mexhlis të Ebu Bekrit, të Omerit, janë nalë ata, s'kan folë.
ka qenë i mosh njëherë naja me Omerin, khalife. Kur ka hyrë ai, o nalë Omeri, edhe ka përcjell pas hapit deri ka ardhur te Omeri. I ka fol seriozisht. Shumë i vendosur Omeri, po. Edhe pastaj ka dalë me plot vetbesim, bindje, vendosmëri. Edhe ka thonë për s'dyti, ka thonë njerë Omeri ma herët, për s'dyti ka thonë, që ka unë kë. E rast me dije. Sa që kër e ka qenë në Kufe, me i mësu njerëzit, i ka shkru banorëve të Kufës. Ja kumpru njerin më të ditën për Kur'an. Edhe e kumlon vetën keq, me opru juve. Sikur ta kini diçka të vlefshme, veç ato e ki, ose më të mirën. Edhe se manë për vete, çka bën? Ja qënë dikuj tjetër, e sakrifikon vetën, e len vetën keq për mi. Thot ja kumpru juve, e kumlon vetën keq. Njëni prej 4 sahabëve, për të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë merrni Kur'anin. Nga 4 burra, të parin për tyne ka përmend Abdullah ibn Mes'udin. Njerë ka qenë Abdullah ibn Mes'udi të falë namaz në xhamit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Resulullah e Ebu Bekri edhe Omeri mrapa që te kanë hy. Ai si ka pa. Ka lezu Kur'an, qaq mirë, qaq qetë, qaq bukur, ata s'po bojnë kur gjë veç pëkqyrin. Kur ka thonë selam, nuk i ka pa, apet, i ka ngrit durt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atje po thot, pa anikë, po thot, lutu sa të munësh. Lutu sa të munësh. Lutu sa të munësh. Po thot, o Allah, mjep iman e cila kam i bon bal kufrit. Mos me mujt kufrin mi bon kur gja. Ka bon dhe disa dua tjera, edhe një prej duave ka thonë, o Allah, mos më ndaj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, as në xhenet, më bashko me ta në xhenetet më të larta në shoqëri me ta. Kur e ka bën këtë dua, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë durt, amin, amin, amin ka thonë. Shikani ibn Mesudi kanë shku onda, ka thonë Omeri radhiyallahu anhu. Wallahi ka me shku me përgëzu Ibn Ummi Mektum, Ibn Mesudin, për që të fjallë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, lutu. Sikur e kuptoj që ka ky moment një përgjigje duas, o Zot inspiroj e të lutet. Kur ai u lut me duat më të mira, me forcu Allahun iman, me shpërbly me xhenetet më të larta me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur thot pejgamberi amen, duaja bëhet kabul me izin të Allahit. Tha Omeri po shkoj për përgëzaj, nuk kanë pas inati ata xhelozi. Vllazni, sahabët ju ngon të mëdhaj, me zemër të madhe. Kur shkova tha me përgëzu Ibn Mesudin, kur pesha, po del prej derës ti Ebu Bekri. Ku ke Ebu Bekr? Radhiyallahu anhum xhamian. Allah që të kënaqur me gjithë. Tha, shkova me përgëzu Abdullah ibn Mesudin për lajmin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që bani amin. Tha Omeri, ja Ebu Bekr, la ilaha illallah. Sa herë kum dash me bani punë mirë, veç ma ke kalu ti. Subhanallah. Veç ma ke kalu. Domethënë deri në këtë drejtë që në kohën e Omerit njëherë po vjen një karavan edhe ma larg karavani, Omeri po takohet me karavanin, njerëzit po vinë knena për me shku për haxh. Edhe po i thot Omeri, pa i pa në ato të mlume devjat, karavanit që mos mira dilli edhe pluni, si drasa, si perë dhe kështu. Tha, prej ka po vinë këta njerëz, ky grup, njoni prej po i përgjigjet, po i thot, me një ajet kuranor min fejgjin amik, prej larg, ajet kuranor është. Po i thot, kahja këni mësy, vazhdoj me ajet kuranor, ilal bejti le atik, në shpinë e moqme, qabe. Taman ajeti flet për
Tha, pa Omeri, kuptoj se këto pyetje është t'ju përgjigj aty në mrena në karavan, është një burr i madh. Për mi testu, tha, a din dikush prej jush cili është ajeti më i madh në Kur'an? I than, Allahu la ilaha illa hu. Ajeti më me drejtësi, ja përmend ajetin. Ajeti më shpresdhanës, ja përmend ajetin me drejtësi ku thotë Allahu xhel i'dilu, bani të drejtë deri në fund, pa ashtu ajeti shpresdhanës ku thotë Allahu xhel shanu ju që keni hub shpresën nga mëkatarët, nga mëshira e Zotit, mos e hupni shpresën, ju që, domethënë, e keni tepruar mëkate, mos e hupni shpresën nga Zoti. Ja bën disa pyetje, edhe çka thot Omeri? Thot, në karavanin tuaj patjetër duhet të jetë Abdullah ibn Mesudi. Than ka, kjo analiza jotja, tha për arsye se këto pyetje që i bana, kaq të thella, nuk mundet me ditë përgjigjen e tyre veç ibn Mesudit. Kur e qeli perden Abdullah ibn Mesudin atë mesën e grumullit, ishte ai. Tha vallahi e di se nuk guxon kaq më kon me rreziku, me thonë cili është ajeti më i vlefshëm Kur'an, cili është ajeti më i drejti, domethënë për drejtësi që flet, cili është ajeti më shpresdhënës, cili është ajeti më friksues. Tha këto nuk guxon me bë kërkush përveç teje, se je i ditun, ti mundesh me bë diçka të tillë. Tha edhe u binda që ti je në këtë karavan. Gjithsesi, shkoj jetoj atje, ka qenë edhe udhëheqës i shtëpisë së mallit muslimanëve në Kufe, ka udhëheq me drejtësi, apo i ka këshilluar njerëzit me drejtësi, normal nuk u kon lakmitar. Ibn Mesudi ka edhe shumë fjalë, normal na nuk e kemi vendin për me i përmend të gjitha, po një prej tyre është fjala kam min muridin lil khairi lem yusib. Sa njerëz e dojnë khairin, po nuk ja qëllojnë. Kur i ka kritikuar njerëzit të cilët kanë filluar me bë bidate, duke bë dhikre të caktuara, në emër të asaj që po bëjmë ibadete. Po ashtu njerë kanë ndjekë në nxansat mas, ka dalë ky natën me ecme, me meditu, ka thonë ku po shkoni, thot mas teje, thot jo, shkoni në shtëpia tuaja, thot se kjo është sprovë për ato që po e ndiqni, për mu. Edhe është në nënçmim për ata që po më vjen mas, për juve. Andaj as mos më sprovoni mu, që reku unë e bosi, po më vjen mas në nxansat, as mos e nënçmoni veten. Ka dash me urujt autoritetin. Ka dhe fjalë tjera shumëta, ulemat i kanë përmend, po ashtu Ibn Mesudi është një prej transmetuesve më të shumtë të haditheve. E për Kur'an mos folim më, për dobitë e Kur'anit që kanë nxjerr Ibn Mesudi, apo që janë transmetuar nga Abdullah ibn Mesudi. Gjithsesi, ky sahabi i nderuar, edhe një mos harrojmë me përmend, një herë ka hyp me një hurm, me një pem, jo hurm, me një pem, si duket me nuk një deg misvaku, do transmetime është përmend palm, do është përmend se prej palmës nuk bëhet misvaki, po do kanë përmend palmën, do kanë përmend pra palma hurmës, do kanë përmend drun të misvakut. Gjithsesi, ka hyp lart edhe ka fry era, edhe janë zbulu këmbët e Abdullah ibn Mesudit, që i ka pas këmbë të holla dhe e ka lëviz era, sikur dën me e marr. Atëherë, disa prej sahabëve kanë kesh. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për çka keshët, çka është, se diti pejgamberi për çka po keshin. Thani ja Rasulullah, po keshim me këmbë të holla të Abdullah ibn Mesudit. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, wallahi, boni ben Zot, këto këmbë të ibn Mesudit, të Allahu xhalla shanuhu, janë më të rana në pesh se sa kodra Uhudit. Pra arsye se i kanë marrë me punë njerëzit, jo me anën e jashtme. Ju e dini se Allahu xhaleshan nuk e shikon fizionominë dhe pasuninë e njerit. Nëse pasunia nuk e shfrytëzon për zeqat, për sadak, për ndihmë, për hajër, për islam, çfarë po thon? I kam aty 100 milion, 1 miliard, ku e di çka? Çka? Tesha, ti tesha ai. Një bark me mushtinja në fund, ti në varr, ai në varr. Çka kurgjë? Vetëm azab. Pra anën e jashtme nuk thot më ron te Allahu xhaleshan se kodra Uhudit. Edhe Ibn Mesudi njeri ka pa dhe njerëz të cilët kanë bë punë
si me thonin konë kovaqa, kështu me radhë që kanë qenë të punu me hekra, me sene, në stop, me drumë, me gjane, me trup mëdhaj. Edhe kër kanë pa do sahabë, jënë qërdita, do tabin. Ka thonë Ibn Mesudi, mos habitni me këta. Trupa thot me zemrat vogla, trupat fuqishëm me zemrat smuta, si më konë besimtar ata, si më konë musliman. Thot keni kujdes, bëhuni musliman me zemra shnosha. Trupat vetë ju, nuk është më rëndësi. Qysh i ka falë Zoti, zemrat e shnosha, zemrat e fuqishme. Edhe ka përmend, Allahu Zot ka përmend, kanahum khushubun musannada. Sikurse i sheh domthon dobri jo besimtarve, kur ti sheh trupat e tyre çuditësh, si çatomon, shkëmbin. Po çka? Sprova më e vogël, i sheh se smut, shumica e tyre psiqikisht, fizikisht, me vezvese, me telashe, me tuta, me sene, me të partë në fatkeqësi që dorëzohen. Besimtari nuk e bën një gjatë tillë, por ndaj Ibn Mesudi ka treg vrejtën, sepse ai ka qenë një sahabi që zemra ati ka qenë zamërlan, edhe ka qenë për atyre burrave të cilët zemra ati ka qenë plot me pesë e mushtë. Ndaj edhe ka pas një vend të veçantë tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe në rrugëtimin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, që s'ka pas moment historik të veçantë ekstra që Ibn Mesudi nuk o konë bashkë me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Gjithsesi, kjo është pak a shumë biografia këtij sahabiu që nifet njëri prej 2-3 më të diturve në Kur'an. Edhe Ibn Abbasin e kemi të komentimi Kur'anit, por Ibn Abbasin ndoshta mund ta shtim te nxënësat e Ibn Mesudit, sepse ka mësuar edhe për Ibn Mesudit. Ibn Mesudi vdes në Medinë, edhe varroset në Beqi në kohën e khilafetit të Uthmanit radhiyallahu anhu në vitin 32 pas hijretit, pra 22 vite mas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Lutë Allahun që na bëj dobi për këtyre mësimeve dhe të na shpërblej. Amin. Deri në dersën tjetër, ju lëm mëshirën e Zotit. Walhamdulillahi rabbil alamin.